është një nga krijesat më të vjetra dhe më të tmerrshme që janë përmendur ndonjëherë në historinë njerëzore. Një bish kaq e fuqishme, tekstet të lashta thonë se nuk mund të vritet nga asnjë armë e krijuar nga njeriu. Trupi i saj mund të përdridhet nëpër oqeane si një stuhi e gjallë. Bibla e quan Leviathan. Leviathani përshkruhet si një forcë e vërtet kaosi, që pret poshtë thellësive. Dhe ajo që është e çuditshme nuk është i vetëm. Versione të kësaj krijese shfaqen në Egjiptin e lashtë, Mezopotamin dhe madje në mitologjinë nordike, shumë kohë përpara se kulturat të kishin ndonjë kontakt me njëra tjetrën. Pra, çfarë është saktësisht Leviathani? Një mit, një kujtim, apo diçka shumë më e rrezikshme? Ky është Secret Origins, dhe sot ne zhytemi në misterin e lashtë që ende ndjek thellësitë e oqeaneve. Mirë se vini. Historia e Leviathanit fillon të disa pjesë të dhjatës së vjetër, më së shumti në librat e Jobit, Psalmeve dhe Isaiait. Dhe përshkrimet e tij janë kaq të detajuara sa do të filloni të pyesni veten nëse shkruesit po përshkruajnë diçka reale. Le të fillojmë me librin e Jobit. Këtu, Leviathani prezantohet nga vetë Perëndia. Në një nga më të intensivet pjesë të historisë, Jobi ka vuajtur dhe fillon të pyes pse Perëndia lejon dhimbjen në botë. Perëndia përgjigjet jo me përgjigje të drejtë për drejta, por me një seri imazhesh të fuqishme. Dhe një nga më të frikshmet ishte Leviathani. Perëndia përshkruan Leviathanin si një krijesë që asnjë njeri nuk mund ta mundje. Trupi i tij është i mbuluar me luspa të trasha si parzmore. Fryma e tij mund të ndezë qymyre. Sytë e tij shkëlqejnë si dielli i mëngjesit. Ushtat dhe shigjetat kërciten prej tij. Ai trondit detin si ujë që volon. Ja një pasazh nga Jobi 41. Frymëmarrja e tij nxirr shkreptje drite. Sytë e tij janë si rrezet e agimit. Flakë rrjedhin nga goja e tij. Shkëndinja zjarri dalin jashtë. Tym derdhet nga vrimat e hundës së tij si nga një tenxhere që volon mbi kallam që digjen. Mesazhi është i qartë. Leviathani është një forcë e pushtetit mbi pushtuese, diçka që asnjë njeri nuk mund ta kontrollojë. Vetëm Perëndia ka autoritet mbi të. Dhe duke i kujtuar Jobit këtë, Perëndia tregon se sa të vegjël dhe të kufizuar janë njerëzit përballë fuqisë hyjnore. Në këtë mënyrë, Leviathani bëhet një simbol i kaosit që vetëm Perëndia mund ta zbusë. Por historia nuk mbaron aty. Në librin e Psalmeve, Leviathani shfaqet përsëri. Këtë herë ai nuk është i gjallë. Një psalm lavdëron Perëndin për veprat e tij të mundshme, duke thënë: "Ishe ti që shtypa kokat e Leviathanit dhe a dhe si ushqim krijesave të shkretë të tirës." Këtu, Leviathan duket se përfaqëson një armik kozmik, diçka nga kohët e lashta që duhej shkatërruar kur bota po formohej. Disa studiues besoj se kjo pasqyron një traditë edhe më të vjetër, ndar nga kultura të tjera, ku përbindëshat të detit ishin simbole të kaosit që duhej kapërcyer nga perëndit. Pastaj, në librin e Isais, Leviathan shfaqet edhe një herë. Por tani, historia kalon në të ardhmen dhe ne do të flasim për këtë pjesë pak më vonë. Shumë tekste të hershme hebraike e trajtonin Leviathan si diçka shumë reale. Në Midrash dhe Talmud, Leviathan përshkruhet si një përbindësh deti kaq i madh sa vetëm një mashkull u lejua të jetojë. Sipas traditës, Perëndia vrau femrën Leviathan herët për të parandaluar shumimin e specieve, sepse nëse do të kishte, bota nuk do të mund të mbijetonte. Dhe ka një tjetër kthes. Sipas këtyre teksteve të lashta, Leviathan ka një rol të veçantë në fundin e ditëve. Kur të vijë Mesia, Perëndia do të vrasë Leviathanin që mbetet dhe do të përgatisë mishin e tij si fest për të drejtët. Lëkura e tij shkëlqyese do të përdoret për të bërë çadra për festimin dhe disa thonë se madje do të mbulojë muret e Jeruzalemit me dritë. Kjo mund t'ju duket e çuditshme, por nëse ende mendoni për Leviathan vetëm si një metaforë, pse kaq shumë tekste të lashta e trajtonin atë si një kërcënim real? Le të marrim për shembull mitet ugaritike nga qyteti i lashtë i Ugaritit, i vendosur në atë që tani është Siria. Këto histori, të ngendura në pllaka balte mbi 3000 vjet më parë, përshkruajnë një krijesë me emrin Lotan.
Ai ishte një gjarpër gjigant deti me 7 koka i përdridhur që shërbente perëndis kaotike të detit Jam. Por Jam nuk ishte heroj. Në fakt, në këtë mit, ai kërcënon perënditë e tjera dhe kërkon të përmbys rendin e qiellit. Ju tingëllon njohur? Duhet, sepse Bibla hebraike më vonë përshkruan Leviathan nuk e përdorur pothuajse të njëjtat fraza. Gjarpër i përdridhur, gjarpër që ikën, dragoni i thellësive. Për të mbrojtur tokat e tyre, këta njerëz kryenin flijime për perëndinë e stuhis Baal, i cili besohej se kishte mundur bishën. Dema shpesh ofroheshin në majat e maleve dhe priftërinjt do të këndonin vargje që synonin të rilidhnin kokat e Lotan. Në disa zona bregdetare, figura të ngendura të përbindshave ulsin në ujë dhe vuloseshin, sikur vetë kaosi kund të mbyllej. Disa studiues besojnë se historia e Leviathan është pasardhës i drejt për drejt i mitit të Lotan, thjesht rrëfyer me personazhe të rinj dhe kuptim teologjik. Por ajo që e bën këtë edhe më interesante, është se populli ugaritik jetonte para ose paralelisht me izraelitët e hershëm, dhe nuk mbaron aty. Udhëtoni në lindje, në Mezopotaminë e lashtë. Këtë herë krijesa është Tiamat. Ajo nuk është vetëm një përbindësh deti, ajo është vetë oqeani primordial, një perëndesh ujërat kaotike të së cilës japin jetë të gjithë perëndive. Por kur ato perëndi fillojnë të shqetësojnë botën që ajo krijoi, ajo rebelohet. Tiamat ngrihet, plot zemërim. Nga trupi i saj ajo lind fëmijë monstroz, dragoj, gjarpërinj, njerëz akrep dhe zgjedh një bashkëshor të ri, Kingu, për t'i udhëhequr. Si përgjigje, perëndia e stuhis Marduk zgjidhet si kampioni perëndive. Me erë dhe shpat, ai përballet me Tiamat. E mposht atë në një betejë të madhe kozmike dhe pastaj, ndoshta pjesa më goditse, e pret trupin e saj në gjysmë. Nga një gjysmë, ai modelon qiejt, nga tjetra, tokën. Këtu, ritualet kundër Tiamat ndiqnin të njëjtën logjik. Në tempuj si Esagila, priftërinjtë të rikthyen betejën hynore përmes lojrave rituale. Zjarret ndizeshin duke përdorur krip dhe alga të sata deti, dhe prerja simbolike e Marduk të kaosit të oqeanit kryhej në fillim të vitit të ri. Kjo është një histori krijimi e ndërtuar rreth një modeli që përsëritet. Një krijesë kaotike deti kërcënon botën dhe një perëndi e fuqishme duhet të ngrihet për të sjellë rend. Dhe ky model shfaqet përsëri dhe përsëri. Në Egjiptin e lashtë, gjarpri quhej Apophis. Çdo natë, ndërsa perëndia e diellit Ra lundron nëpër botën e poshtme, Apophis sulmon, duke u përpjekur ta gëlltisë diellin dhe të zhyt botën në errësirë. Por Ra, ndonjëherë me ndihmën e Set ose mbrojtësave të tjerë, e mpost atë para agimit. Çdo ditë, cikli përsëritet. Egjiptianët madje kishin rituale për të ndihmuar Ra të fitojë. Priftërinjtë do të bënin modele dyellit të Apophis, do t'i shponin ato, do t'i digjnin ato dhe do të këndonin magji të veçanta, vetëm për të siguruar që gjarpri të mbetej i mundur për edhe një natë. Tani le të shkojmë në veri në Skandinavi. Nordiket besonin se thellë poshtë deteve të Midgard jetonte një gjarpër kaq masiv sa e rrethonte të gjithë botën. Ata e quanin Jormungandr, gjarprin e botës. Është fëmia e perëndisë mashtruese Loki dhe qëndron duke pritur në thellësi. Në fundin e kohës, në një betejë të njohur si Ragnarok, ai do të ngrihet. Armiku i tij ishte Thor, perëndia e bubullimës. Gjatë betejës së tyre finale, Thor do ta vrasë bishën, por do të vdes nga helmi i saj në këmbim. Përsëri, gjarpër deti, kaos, betejë, perëndi e rendi. Ky model që përsëritet në civilizime ka magjepsur studiues për breza, i njohur si Kaos Kampf ose lufta e kaosit, është një strukturë mitologjike që duket se ekziston në kultura që nuk u takuan kurrë, nuk shkëmbyen kurrë histori dhe nuk ndan kurrë kufinj. Sumerët e kishin, Kananët, Babilonasët, Hebrejt, Egjiptianët, Nordiket, madje tekstet vedike nga India përshkruajnë perëndin Indra, duke vrarë një gjarpër me emrin Vritra, që grumbullon ujërat dhe bllokon riun. Si është mundur që kaq shumë shoqëri të largëta dolën me histori kaq të ngjashme?
A është kjo thjesht një metafore për bashkët psikologjike, për natyrën kundrejt civilizimit, apo është diçka tjetër? Disa kërkues kanë bërë një pyetje më guximore. Çfarë nëse të gjitha këto histori, Lotan, Tiamat, Apophis, Leviathan, bazohen në një kujtim të përbashkët? Një kujtim i diçkaje reale, një krijesë nga bota e lashtë, kaq e frikshme, kaq e pandalshme, sa u shënua në mitet e çdo civilizimi që preku. Natyrisht, shumë njerëz mendojnë se këto histori janë vetëm mite. Megjithatë, çfarë nëse ju thosha se eksplorimi i fundit i detit të thellë ka zbuluar shkella masive në ujore, hapësira të gjëra, plot terr nën dyshemene e detit që përputhen në mënyrë të çuditshme me përshkrimet e lashta të domeneve të Leviathan. Si në mesdhe, ashtu edhe në paqësor, kërkues duke përdorur sonar dhe mjetet e telekomanduara kanë hartuar dhoma të zbrazta shumë poshtë sipërfaqes së oqeanit, disa kaq të gjëra dhe të thella sa drita nuk ka prekur kurrë muret e tyre. Shkalla dhe struktura e tyre janë kujtesë të përshkrimeve të gjetura në tekste të lashta fetare dhe mitologji, ku thuhet se Leviathan banon në thellësi, në humner ose poshtë themeleve të detit. Në 1997, NOAA, Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike SBA-s, regjistroi diçka të pazakontë. Thellë në oqeanin e paqësorit të jugut, hidrofonat morën një tingull të fuqishëm. Ishte ultra i ulët, me gamë të gjerë dhe absolutisht masiv. Shkencëtarët e quajtën The Bloop. Në fillim, disa sugjeruan se mund të ishte shkaktuar nga lëvizja e akullit ose zhvendosje tektonike, por të tjerët nuk ishin aq sigurt. Bloop nuk u soll si një ngjarje gjeologjike. Në fakt, ai ngjante profilin vokal të një organizmi të gjallë. Por ja problemi. Çfarëdo që bëri atë tingull do duhej të ishte disa herë më e madhe se një balen blu. Deri më sot, burimi mbetet zyrtarisht i pa identifikuar. Në mënyrë të çuditshme, ai regjistrim erdhi nga një zonë jo larg nga një nga rrjetet më të mëdha të shpellave nënujore të zbuluara ndonjëherë. Rastësi? Ndoshta, por misteri thellohet. Në detin Baltik, zhytës në 2011, zbuluan një objekt të çuditshëm rrethor në dyshemene e detit. Konturet e tij ishin pothuajse perfekte, të shehta në kry, me brinjë përgjatanëve dhe shënuara me atë që dukej si vija simetrike. Rreth atij, shkëmbinjt u shfaqën në mënyrë misterioze të djegur, pavarësisht mjedisit të ngrirë. Disa e quajtën UFO të fundosur, të tjerë besonin se ishte një formacion gjeologjik, por për disa, forma, së bashku me gjurmën e gëndredur në shtrat deti pasi, dukej në mënyrë të çuditshme si diçka që kishte ulur ose kishte dalë në sipërfaqe. Pastaj është trekëndshi i Bermudës. Ky cop oqeani që shtrihet midis Miamit, Bermudës dhe Puerto Ricos ka hutuar shkencëtarët për dekada. Anijet zhduken, avionet zhduken pa thirrje emergjence, leximet e busullës sillen në mënyrë të çuditshme. Skeptikët fajsojnë motin, valët mashtruese apo anomali magnetike. Edhe shumë nga ato shpjegime janë velshme, por të tjerët tregojnë për ujërat e thella të trekëndshit, ku lidhin çara në dyshemene e detit, hapen në shpella mjaft të mëdha për të gëlltitur anije të tëra. Edhe sot, pjesët më të thella të trekëndshit mbeten kryesisht të pahartuara. A mund të çojë një nga këto të çara të zhytura në një botë të fshehur, një ku gjëra të lashta ende lëvizin? Ne tani e dim se hendeqet të thella detare, si hendeku Mariana, arrin pothuajse 11.000 metra në nivelin e detit. Atje, presioni është i papërballueshëm dhe errësira absolute. Dhe megjithatë, edhe atje, jeta lulëzon, krijesa transparente, peshq që zgjyes dhe specie të panjohura të përshtatura në një botë që sapo kemi filluar ta studiojmë. Shkencëtarët vlerësojnë se mbi 90% e oqeanit mbetet i pa eksploruar. Kjo është më shumë se 2/3 e sipërfaqes së planetit tonë. E vërteta është, ne kemi hartuar sipërfaqen e Marsit më mirë se sa kemi hartuar fundin e oqeaneve tona. Dhe nëse Leviathani, ose diçka si ai, ende ekzistonte, ky është pikërisht vendi ku do të ishte. Një video e ndarë në internet në 2024 shkaktoi një val spekulimesh dhe debati. Pamjet dukej se tregonin imazhe satelitore nga Google Earth, duke zmadhuar në ujërat e akullta midis Amerikës së Jugut dhe skajit të akulluar të Antarktidës. Dhe nëse hapni Google Maps dhe shikoni vetë, është e lehtë të shihni pse kaq shumë njerëz u habitën.
ndërsa zmadhohet në ujërat e akullta midis Amerikës së Jugut dhe Antarktidës. Do të shihni një formë masive me atë që duken si dy sy, një kokë të gjerë dhe një trup të gjatë reptilik që shtrihet në thellësi. Mund të mos jetë asgjë, ose mund të jetë diçka që nuk duhet ta kuptojmë, por pasi ta shihni, nuk mund ta çshihni. Dhe papritur, të gjitha ato historitë e vjetra për përbindshat e detit nuk duken aq të largët ama. Dhe ky shtrirje oqeani nuk është një lokacion i zakonshëm. Kto janë disa nga ujërat më tragjike në botë, një njohura për rrymë vdekjeprurse, stuhira të dhunshme dhe një numër të lartë zhdukjesh. Disa thonë se ky rrezik është shenjë që diçka e lashtë ende fshihet nën val. Natyrisht, jo të gjithë janë të bindur se videoja e 2024 është reale, por misteri nuk mbaron aty. Në fakt, historitë e përbindshave të detit nuk u ndoqën kurrë vërtet. Le të shkojmë në një pjesë tjetër të botës, Skoci. Për shekuj, Loch Ness ka qenë në zemër të njërit nga misteret më të qëndrueshme, dhe në 2025, legjenda u kthye në jetë. Një imazh i ri pregon atë që duket se është një masë e zezë duke rrëshqitur në ujë. Stafi në qendër e quajti një të dhënë të rëndësishme. Nuk është hera e parë që njerëzit kanë pretenduar se kanë parë krijesën e njohur si Nessi, por ky imazh rinovoi interesin publik edhe një herë. Dhe kjo nuk ishte e gjitha. Vetëm javë më vonë, Eowyn O'Fauganen, një vëzhgues i gjatë i Nessis nga Irlanda, kapi diçka edhe më të çuditshme. Duke parë liçenin Loch Ness përmes një webkame publike, ai pa dy gjurmë të mëdha duke lëvizur njëra pranë tjetrës. Nuk kishte barka, asnjë kafsh në pamje, vetëm ujë që trazohej me dhunë përpara se të gjitha të qetësoheshin. Pamjet u bën virale. Disa spekuluan se ishte një çift krijesash, ndoshta duke u çiftuar. Të tjerët sugjeruan se kjo mund të ishte provë një specie që mbijetonte, ndoshta madje një pasardhës i vet Leviatanit. Dhe, natyrisht, asnjë histori për Loch Ness nuk është e plot pa përmendur imazhin më ikonik të të gjithave. Në 1934, një kirurg i Londrës me emrin Robert Kenneth Wilson publikoi një fotografi. Për dekada, u pasi prova më e mirë e ekzistencës së Nessit, megjithse më vonë u kundërshtua, fotografia mbetet një pjesë e paharrueshme e misterit. Megjithatë, për shumicën e njerëzve, prova më e fortë e ekzistencës së Leviatanit mund të mos vijë nga legjenda ose harta të vjetra, por nga vetë rekordi fosilor. Paleontologët kanë zbuluar kocka të përbindshave të vërtet që dikur notuan në oqeanet e tokës, grabitëtar kaq masiv dhe të fuqishëm sa duken të tërhequr drejt për drejt nga faqet e mitit lashtë. Merrni Liopleurodon, për shembull. Ky pliosaur kishte një kafkë të madhe plot me dhëmb të mprehtë konik dhe mund të rritej mbi 8 metra të gjatë, ndoshta edhe më gjatë. Kishte një qafë të shkurtër, një trup të fuqishëm dhe 4 pend masive, ideale për të hedhur të gjau me shpejtësi shpërthimese. Në 1999, ai kapi imagjinatën e publikut kur një dokumentar televiziv e egzagjeroi madhësinë e tij në 25 metra. Pastaj është Mosasaurus, ndoshta edhe më i famshëm. Ky reptil detar jetoi afër fundit të epokës së dinozaurëve dhe mund të rritej mbi 15 metra të gjatë. Me bishtin e tij të gjatë, nofullat masive dhe kafkën me mentesha të dyfishta, Mosasaurus ishte një grabitëtar vërtet i lartë i deteve të lashta. Ai nuk dukej vetëm i frikshëm, ishte ndërtuar për të dominuar. Krijesa të tjera si Kronosaurus dhe Pliosaurus kevani shtyn kufijin edhe më tej. Disa nga këta pliosarit kishin kafkë të mëdha mbi 2 metra të gjata, sugjeruar gjatësi totale trupi mbi 10 ose madje 12 metra. Dhëmbët e tyre ishin të bërë për të coptuar kocka dhe dëshmitë fosilore tregojnë se ata mund të kenë gjuajtur madje reptil të tjerë detar. Në 2023, një kafkë pliosauri pothuajse e plot u gjet në Bregdetin e Anglisë, kaq përsosur e ruajtur sa paleontologët e quajtën një nga gjetjet më të rëndësishme të llojit të saj. Dhe nuk është vetëm në Europë. Fosile masive janë gjetur në Norvegji, Australi dhe Meksik, sugjeruar se këta grabitëtar sunduan oqeanet në mbar botën. Shumë shkencëtar tani besojnë se njerëzit e hershëm bashkjetuan me megafaunën e epokës së akullit.
Njerëzit do të kishin parë mamut, mace me dhëmb të thike dhe kafshë gjigante detare si Basilosaurus, një balenë e alasht që rritur mbi 18 metra të gjatë dhe kishte rreshta dhëmbësh të mprehtë konik. Ose Liviatan melvili, një balenë tjetër parahistorike zbuluar në Peru, që kishte dhëmbë më të gjata se një dorë njeriu dhe me gjasa gjuante balena të tjera. Nëse njerëzit vërtet dëshmuan këto krijesa, edhe nga distanca, nuk është e vështirë të imagjinohet se si filluan historitë. Një siluet masive në oqean, një kufo me larë në breg pas një stuhie, ose kocka të zbuluara në një shpellë të gjitha, mund të bëhen themeli për legjenda të kaluara goj më boj për breza. Me kalimin e kohës, faktet e rësohen me frikë dhe bishat bëhen simbole. Prandaj disa kërkues sugjerojnë se Leviatani mund të mos jetë shpikur, por kujtuar. Ndoshta ajo që shkribeset e lashtë regjistruan në tekstet të shenjta ishin jehonat e egzageruara të krijesave të vërteta, të parë nga detar të hershëm ose komunitete bregdetare. Ato që nuk mund ta shpjegonin e kthyen në paralemrim, dhe ato që friksoheshin i dhan një emër: Leviatani. Megjithatë, nëse kthehemi në Bibël, gjejmë diçka të ftohtë. Isaia mund të mos na ketë paralajmëruar për një ende do të vijë, dhe kjo është pikërisht ajo që shumë njerëz sot kanë frikë. Në librin e Isaias, kapitulli 27, vargu 1, profeti shkruan: Në atë ditë, Zoti me shpatën e tij të fortë dhe të madhe dhe të fuqishme, do të ndëshkojë Leviatanin ngjarprin që ikën, Leviatanin ngjarprin e përdredhur, dhe ai do të vras dragun që është në det. Kjo është një profeci. Vargu tregon drejt një ngjarjeje të ardhshme, një që do të ndodhë në atë ditë, një frazë shpesh e lidhur me kohët e fundit biblike. Sipas pasazhit, Leviatani nuk është vetëm një krijesë e kaosi, por një që do të ngrihet përsëri përpara se të shkatërrohet nga fuqia hyjnore. Që kjo të ndodhë, Leviatani duhet të kthehet së pari. E njëjta temë shfaqet përsëri sheku më vonë në librin e zbulesës. Në kapitullin 13, një bishe madhe ngrihet nga deti. Ai ka 7 koka, brirë dhe emra blasfemues të shkruara në të. Shumë teologë dhe studiues besojnë se kjo bish deti është simbolikisht e lidhur me vetë Satanin, por për shkrimi i saj fizik jehon diçka shumë më të vjetër, Leviatanin e përdredhur, të mbështjellur nga shkrimet hebraike. Dhe në zbulesën 12, një dragon tjetër shfaqet, duke bërë luftë kundër qiellit. Ai hidhet në det. Disa interpretime lidhin këtë dragon me atë që përmend Isaia, duke sugjeruar se Leviatani nuk është thjesht një krijesë legjende, por pjesë e betejës përfundimtare midis të mirës dhe të keqes, kaosit dhe rendit. Ajo që e bën këto profeci edhe më shqetësuese është se shumë njerëz besojnë se ne tashmë po shohim shenjat e parashikuara në shkrime. Lumejt po thahen: Eufrati, një lumë me rëndësi të thellë biblike, po të kryhet më shpejt se kurrë. Në disa zona, gropa misterioze dhe shpella kanë shfaqur ndërsa uji zhduket, duke quar në spekulime për atë që fshihet poshtë. Disa kanë pretenduar madje se zëra ose rënkime kanë dëgjuar në këto vende, megjithse këto raporte mbeten të paverifikuara. Në të njëjtën kohë, në mbar votën, trupat e ujit janë raportuar të bërë të kuq, të shkaktuara nga lulëzimet e algave, ndotimi ose reaksione kimike. Por për besimtarët, duket se diçka tjetër, ujërat që kthehen në gjak, ashtu si përshkruhet në profeci biblike. Shtoni në këtë sjelljen gjithnjë më të çuditshme të krijesave të oqeanit, si peshqit e detit të thellë që lahen në numra të pazakontë, ose balenë që nxjerrin veten në toka në tufa, dhe një model shqetësues fillon të marrë formë. A mund të jetë diçka duke u lëvizur në thellësi? Ka madje teori më spekuluese. Disa kërkues, duke përzierë gjuhën biblike dhe kuriozitet shkencor, kanë sugjeruar se hëna, në mënyrë specifike ciklet e saj gravitacionale, mund të kenë fuqinë për të shqetësuar çfarëdo që qëndron në dyshemene e oqeanit. Ashtu si hëna krijon baticën, a mund të shkaktojë diçka të lashtë poshtë shtratit të detit? Natyrisht, kjo mbetet plotësisht në fushën e teorisë, por për shumë, shenjat janë atje. Dhe nëse tekstet e lashta janë të sakta, atëherë Leviatan nuk është vetëm real, por po pret, diku në humner. Pra në fund, çfarë mendoni ju? Është Leviatani një mit, një përbindësh, apo diçka më shumë?
Na bëni të ditur në komente, dhe nëse ju pëlqeu ky video, shtypni pëlqej, pajtohuni dhe ndizni kambanën që të mos humbisni kur një episod. Mbajni mendjet tuaja të hapura, derisa të takohemi përsëri.